Kjo ujdi me Greqin që nënkuptoi edhe ndryshimin e emrit nuk i bëri punë Maqedonisë Veriore. Madje as për faktin se u ndërmjetësua nga Bashkimi Evropian. Ky i fundit nuk e arriti të premten unitetin e dur për të caktuar datë për hapjen e negociatave të antarësimit me këtë vend. Kështu njësit e fushës e integrimeve tërheqin vërejtjen se Kosova duhet të llogarisë mirë nëse llogarit që të mësy BE-n fal një marrëveshje me Serbinë. Marrëveshja me Serbinë është vërtetuar sikurse piknisja e rrugtimit saj evropian, mirë kjo mund të jetë vetëm fillimi i kërkesave të tjera të cilat mund dalin nga ana e BE-s për Kosovën e pse jo edhe për Serbinë. Sikur ligjëruesi i të drejtës evropiane Artan Murati vlerëson edhe kolegu i tij Avni Mazreku. Bile ky ka porosi se nga kush duhet drejtuar bashkësitë e institucioneve. Pas sukses një politike të caktuar me një shteti në raport me marrëdhënie me Bashkimin Evropian, lobimet të themi kushtimisht apo negocimet duhet të bëhen me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Mazreku i kujton edhe një të lashtë që ka Kosova me disa vende anëtare të Unionit. Duhet me votu 28 shtete anëtare të Bashkimit Evropian, e 5 shtete neve nuk na kanë njoftë, rrjedhimisht ato shtete nuk thohin po për këtë. E Murati vlerëson se integrimi i anëtarëve të reja aktualisht varet edhe nga zhvillime tjera më të nxehta brenda Unionit. BE-ja përmenda është në një situatë që nuk mund të jap prioritet zgjerimit, sepse ka çështje të brendshme me të cilat është duke u marrë. Aspekti tjetër është një numër i konsiderueshëm i shteteve anëtare, sidomos shteteve të reja të cilat kanë hyrë, janë duke u shfaqur problematike. Aktualisht Kosova, nise nuk është e njohur nga të gjitha vendet anëtare të BE-s, si kontratë e parë me Unionin e ka marrëveshjen e stabilizim asociimit.